Kjo intervizë sot nuk është thjesht një bisedë e zakonshme, por është një ndalesë për të kujtuar sakrificat dhe për të kujtuar momentin kur ka nisur gjithçka për shkëlqim islamin dhe krejt rrugtimin që ai e ka bërë deri sot që po flasim. Shkëlqim kënaqësitë të kemi sot në Prizma, të flasim për etapat e jetës tënde dhe gjitha ato peripeti që të kanë sjellë dhe të kanë bërë ky që jeti sot. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit Flora për ftesën dhe ndjehem komod, ndjehem mirë për të diskutuar gjëra gjatë, pasi jam prej atyre që nuk shkoj shpesh na për emisione, jo për diçka, po kur ke çka tregon është ndryshe, ose kur je në një proces të punës, edhe promovon punën, po edhe tema e bisedës është më e veçantë. Po pikërisht pse je nga ato personazhe që nuk je shumë i ekspozuar në intervista, unë jam e sigurt që kjo bisedë sot do të ketë vëmendje në shikuesve, ndoshta për të mësuar gjëra të cilat nuk i kemi ditur për ty, por edhe për të befasuar me shumë gjëra të cilat do të jenë të papritura sot për ty dhe të cilat i kam përgatitur me shumë kujdes. Shkëlqim, pyetja ime e parë do jetë kjo. Kush është Shkëlqim Islami kur fiken dritat e teatrit dhe kur nuk ka angazhime? Kush je ti në të vërtetë? Në të vërtetë jam një bab, edhe një bashkëshort i cili është jashtëzakonisht i përkujdesur për çështjet familjare, gjithashtu edhe me nonën, me vllahun, me familjen e ngushtë, me miqt, me shokët. Jeta private gjithmonë është diçka që duhet përkushtuar po aq sa dhe punës. Nëse e ke simbolikisht kur mbyllen dritat e teatrit, vazhdojnë preokupimet dhe problemet jashtë rolit. Kështu që mundohem sa më shumë, jam shumë tip familjar, jashtëzakonisht jam shumë i dhënë mas familjes, sepse e çmoj shumë, sidomos kur e kupton që i ke gjallë, shëndosh e mirë, edhe është pjesë e rëndësishme në jetë ku jepesh pas gjithçka që ka të bëjë me familjen. Para se të kalojmë tek pjesa më e bukur me cilën ti veç më e nise, të qenurit baba, unë dua që të kthej pak në fëmijërinë tënde. Shkëlqim, cilat janë ato momentet më të bukura, apo cila do ishte ajo përmbledhja me pak fjalë që ti do të mund ta përkufizoje fëmijërinë tënde, para se të shkoje në studime, si të kujtohet adoleshenca yte, çfarë ke qenë temperament, ke qenë i qetë, si ka qenë fëmijëria yte, me pak fjalë, ndoshta me pak rreshte. Me pak fjalë, unë ja kisha dëshiru si cilit fëmijërinë time, kështu pas një dilemë. Pse? Sepse në fshat jam rrit, po edhe kam jetu, po ideja e fëmijës në fshat është jashtëzakonisht ndryshe. Edhe kemi qenë shumë si familje, edhe kushtet i kemi pas të mira, nuk më ka mungu asnjë gjë. Do të thonë, kur po them asnjë gjë, ja kisha dëshiruar se cilit fëmijë me pas pikë parë atë lumturinë në familje, sepse prindrit kanë qenë shumë të janë fokusuar në rritjen tuaj në edukimin tuaj. Edhe është e rëndësishme ku prindrit e mbajnë atë mes vete lumturinë për me reflektuar te fëmia. Pra një familje e bashkuar, diçka që sot nuk është se e gjejmë. Edhe jam kanë fëmiu më i përkthjelën. Pse? I pari. Më i madhe, se zakonisht më i vogël është më i përkthjelur, te ju pas ka qenë ndryshe. Po, edhe për nga ana e dojve, po edhe shtëpisë i pari, kështu që kështu më kanë marrë. Si princa. Okej, si vazhdoi rrugtimi yt, vendose që të shkoje për studime në Prishtinë. Pse bëre këtë zgjedhje? Shkëlqim, ka qenë një pasion që ti e ke dallu që në fëmijërinë tënde, apo ishte një kthesë që ti e bëre ndoshta pa u menduar shumë? Si nisi lidhja yte me aktrimin? Lidhja, unë mendoj që duhet e kam pas prej fëmijërisë. Unë mendoj që për këtë fushë duhet ta kesh talentin. Mendoj se pak të është e kot. E vërtet, edhe babi ka qenë fanatik i artit, në përgjithësi shkrimeve, poezisë, tregimeve, romaneve, po edhe si aktor. Okej, pra e pas ke trashëguar nga ai. Dëshira e të ndjerit ka qenë që studioj. I kam thënë që unë aktrim du. Okej, mendoje sepse aktor tash jam pa punë, edhe në 2004-2005 kur unë kam përfunduar gjimnazin. Në atë kohë shumica aktorëve kanë qenë pa punë, edhe kushtet i kanë pas jashtëzakonisht të vështira, edhe më thanë mendoje mirë. Të krijoi dilema kur ta tha këtë mendoje? Jo. Apo ti ishe komplet i prerë? Atë çka më ka thonë tek ma vonë. Më ka thonë me zikun prit, më thonë po, se e disha që kisha qef edhe unë. Në Shkupe dhe Tetov çdo ka 4 vite ka pas pranim të nxënësve dhe në atë periudhë
nuk më ka konvenu me prit 1 vjet, 2 vjet, se ashtu ishin rrethanat edhe e vendosëm me shkum në Prishtinë, në Akademinë e Arteve. Në atë kohë Faruk Begolli ka pranu klasët, shumica tjerëve profesor kanë qenë asistent, pastaj ka marrë klasën në Armenisha Grabovci-Nisha, për cilin jam shumë falenderuese në mënyrën se si na ka eduku, si na ka zhvillu, na ka bogati për me pas më të lehtë pastaj jetën si aktor dhe punën me aktrim. Me qenë se përmende këtë person të veçantë, pikërisht profesoresha jute ka disa fjalë për ty. Edhe unë do ta lus regjin që ta shuajmë këtë moment bashkë. Përshëndetje të gjithë juve në studio dhe posaçërisht përshëndetje ty shkëlqim. Kam nderin edhe kënaqësinë që t'i ndoj disa vlerësime, disa mendime për ish studentin tim, e tani më kolegën tim të preferuar dhe aktorin tim të preferuar shkëlqimin. Shipe, ne në aktrim si klas dash e pa dash familiarizohemi dhe bëhemi një shtëpi e madhe. Shkëlqimi çdo herë ka qenë mik, shok, tepër lojal për të gjithë shokët dhe shoqet në klas, duke përfshirë edhe ne pedagogët e tij, një djalë i edukuar me elegancë, me një sharm të cilin ka ditë ta shpërndajë në klas, me një energji shumë pozitive. Mbi të gjitha, ka qenë dhe vazhdon të jetë një jalosh, një aktor shumë i talentuar. Sidomos në talenti i tij erdhi në pjesët e Çehovit, Molierit dhe sidomos të antikës, se të gjithë aktorët, gjithë studentët e dinë që kur është antika, aty është edhe frika më e madhe, kur shkëlqimi shkëlqeu më të vërtet. Nuk di tjetër çka të them, zemra mal më bëhet, unë vazhdoj të përcjell përse afërmi karrierën e shkëlqimit, që më bën shumë krenare, më bën krenare dhe jeta e tij, se si ka organizuar jetën e tij artistike, është një bashkëshort shumë i mirë, është një baba i shkëlqyshëm, kështu mbi të gjitha shkëlqimi është aktori im i preferuar, edhe unë kisha mi thënë motivin edhe motivin që kemi pasur në klas. Shkëlqo, vazhdo më shkëlqy, kështu qysh je i mirë, edhe mos e haro thonjën tonë të famshme, aktrimi baraz me durimin. Ju përshëndes të gjithëve, kam pak emocion edhe une, mirë po shpresoj që herave tjera kena hapësirë edhe ko më shumë se 2 minuta ose 3 për me u shpreh për shkëlqimin. Ju dua dhe ju përshëndes të gjithëve. Një mesazh i jashtëzakonshëm. Çfarë do të thotë kjo për ty shkëlqim? Profesoresha yte ta potencoj disa herë që është aktori im i preferuar. Sa kjo të emocionon ty dhe sa të bën ti jesh krenar me punën dhe krejt sakrificën që ti ke bërë? Pikëspari nuk e kum prit paka shumë me të drejtën, edhe mënyra se si fola për profesoreshën paraprakisht, kjo është e lidhja që e kemi pas dhe vazhdojmë ta kemi, edhe pse ndoshta tash rrallë shihemi për shkak të angazhimeve dhe jetës, po me të vërtet profesoresha ka punu jashtëzakonisht shumë me neve, për me mësu se nuk është aktrimi vetëm në skenë. Na ka para përgatitur në jetën private dhe na ka para përgatitur se si me trajtu punën, si me trajtu rolin, etj. Kështu që jam jashtëzakonisht falënderues. Jo veç unë, po e marr të drejtën për krejt klasën edhe krejt gjenerata që na ka shtyt tutje. Edhe profesoresha na qëndron mbas, nuk na tradhton kurrë, na qëndron mbas në çdo aspekt çfarë do të lashe. Bile edhe më herët kur kemi përfunduar studimet, gjithmonë kemi pas si diçka që kena marrë këshilla, ose a bën kështu, a bën ashtu. Gjithmonë, edhe në këtë moshë e kam arrit tash, ajo prapë vazhdon, edhe nuk ka ndryshuar për asnjë sekond.
Kështu që jam shumë falenderues ndaj saj. Më vjen shumë mirë. Ne falenderojmë sigurisht profesoreshën tënde për gatishmërinë që tregoi për të qenë pjesë e emisionit tonë dhe për të thënë këto fjalë zemre, të cilat i dëgjuam bashkë. Shkëlqem përveç pjesës së studimeve, dua edhe këtu të na tregosh se çfarë ke marrë me vete nga krejt kjo përvojë jete që do thoja që ke kalu në Prishtinë. Çfarë është ajo që ke marrë me vete përveç në aspektin profesional nga Prishtina? Prishtina ka duke përfshi këtu edhe bashkëshorten tënde, të cilën e ke marrë me vete nga Prishtina. Të thonë kesh. Pa jo u konkret në fund. Në këto faza e fundit ka qenë kjo. Po. Kështu që Prishtina pas ka pas një mision për ty, të pas ka ftu aty për të ti bë gjërat ashtu si ti ke dashur. Vendimi për me jetu në Maqedoni nuk do me thonë që do të vazhdojmë të jetojmë apo në Maqedoni, nuk është definitiv. Ideja e punës edhe angazhimit tim, Saranda ka pas sakrificë për shkak meje, për shkak punësimit në teatr, po edhe ajo si e punësuar, kështu që t'i japim pak edhe Maqedonisë një frymë, si kuadër i Prishtinës, se gjithmonë Universiteti i Prishtinës, kuadrët e Universitetit Prishtinës në Maqedoni kanë vonë shumë. Me Saranda jeni njoftu në universitet shkëlqem, apo ka qenë një njohje jashtë studimeve? Saranda si fanse e imja. Saranda pas ke qenë fanse, a? Edhe pas premierës në një filmi, më ka pa kështu, pas intervistës, pas taj... Pra keni bërë një intervistë bashkë? Po. Okej. Interesante, këtë detaje nuk i kam ditë. Po, tashtë me që kam që ka ndodhë gjatë një shfaqje, po nuk e pas kam ditë që ka qenë intervist kjo. Po, intervist, shumë detaj interesant. Ka punu në portal, edhe pastaj më ka marrë intervist, për një portal kulture, edhe ja ku jem. Bukur. Si është të jetoj bashkë një aktor si ti me kaq shumë impenjime, po nga ana tjetër edhe një gazetare shumë ambicioze siç është kolegja jon Saranda. Ne kemi edhe ca fotografi të bukura që ndoshta ta bëjnë edhe të bisedën më të këndshme të çiftit Saranda dhe Shkëlqim. Sa keni gjetur një gërshetim që t'i shkrini këto dy profesione dhe të funksiononi kaq mirë si funksiononi ju të dy bashkë? Me më pason dikush nuk e kisha besu, po për shembull kam shumë kolegë që janë aktore në lidhje, në martesa, po funksionimi me Sarandën është, për shembull më jep mbështetje jashtëzakonisht madhe, për shkak unë i besoj. Saranda është një ndër gazetare që ka pas shumë shfaqje teatrale në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, ka bërë kritika më herët, në periudhën kur jemi njoftu e deri edhe e kam si mbështetje edhe e kam si ne i them reper në aspektin e qka të duk, u duk mirë edhe asnjëherë nuk ma ban rafsh. Kjo është shumë e rëndësi. Shumë e rëndësi, edhe me të thonë drejtën, para se me njëftu Sarandën në kështu, me babin e kom pas këtë lidhje, ndoshta dhe këtë besim. Po, me besimit, për shkak që ai ka kuptu artin, edhe gjithmonë kur ka pa në shkrim, se unë edhe me skenare shkruaj, edhe kur ka lexuar diçka ose kur ka pa diçka, jashtëzakonisht u ka kritik i madh ndaj meje. Edhe mu më ka thonë shtytje edhe tutje, kështu që edhe pas Sarandën nuk du ta kisha gjysën e pra dhe shkrimet e tua e para i lexon Saranda dhe e kërkon ndoshta për shkrime shumë e beson atë punë të une dhe nëse kam në pyetje, absolutisht është e hapur. Po më shumë nga ana e për shembull projekteve filmike ose të teatrove, diskutojmë gjëra gjatë, ajo është shumë kritike edhe si natyrë kështu, jo vetëm ndaj meje. Gjë që e vlerësoj sepse të na në Maqedoni ka humb ky lloj këmbgulësie ndaj një fenomeni negativ. Kështu që shpresoj që do ta kem kritike edhe për shumë vite. Urojmë shumë të flakeni bashkë deri në fund. Çfarë është ajo që të ka bërë për vetet e Saranda, Shkëlqim? Përmendet që ka qenë një intervistë dhe pas asaj ka nisur njohja juaj. Është ky një nga ato tipare që ty të ka bërë për vete, guximi i saj, që është ambicioze dhe e kërkon me ngulm atë çfarë ajo e do? Unë Sarandën e kam njoftuar shumë të re, diku 20 vjet, 21 vjet, edhe aq e pjekur ka qenë, saqë nuk e kam menduar. Nuk kom pas dilema, me thonë, e kom pa qka po kërkoj, qka po du, ma ka ofru ata dhe... Dhe ja ku jemi, ja ku jemi. E tani dua të flas për një djalosh që është një nga fëmijët më të lezetshëm që unë i kam taku, është djali juaj, është Froni, i cili është 3 vjeç, nëse nuk gaboj, apo? Tash edhe 3-4 ditë,
me 19 i bën 3 vjet. I bën 3 vjet, okej. Si ka ndryshuar jeta yte shkëlqim pas ardhjes së Fronit, që është një super djalë, aq inteligjent, aq i veçantë, nuk e di, unë kam një simpati shumë të madhe për djalin tuaj, është shumë i veçantë si fëmijë. Inshallah i gëzon Zoti krejt. E dyta, na nuk mundohemi, tash nuk e di, ke marrë leje prej Sarandës me hedhë fotografice. Rrjetet sociale nuk do t'i di. Këto janë nga faqet tuaja, nga Instagrami juaj. Kam bush një vit. Realisht na nuk e ekspozojmë. Nuk e ekspozojmë, nuk e kemi. E keni gjetë këtë mënyrë që mos ta ekspozojmë. Nuk kemi edhe pse. Froni na e ka ndryshuar komplet rrjedhën e jetës, për në të mirë, absolutisht. Edhe çdo moment mundohemi me qenë afër tij. Ashtu ndo këto periudhë, zakonisht në vjetorin e parë edhe një vjet e gjys, Saranda ishte angazhuar me punë pas pushimeve, edhe unë me djalin, kështu e kom qitë në gjomë e kom marrë kështu. Në periudhën e fundit jam shumë i angazhuar edhe po e shpreh me lojra ndryshme, me nervoza, edhe po duhet me marrë pak me sa shlafazan shumë. Shumë. E duhet me koncentru. Kërkon vëmendje, besoj gjatë gjithë kohës, edhe tënde edhe të Sarandës. Po tash angazhimet edhe nuk po mundemi shpesh me bollëtime në familje, në fshate, në Prishtinë, te familja Sarandës. Pak më rrallë, po, sido që djetë kjo e kam mësuar rutinën e vetë, edhe po, është fëmijët janë Bekim. Edhe në këtë moment kemi një surprizë shumë të këndshme për ty, Shkëlqim. Unë nuk po du me i humb momentet, sepse nuk e di pastaj a do e kenë këtë magji që e kanë në momentin e duhur. Jo. Të dua shumë, të kam zemër. Unë jam shumë kënaqur me ty. E pse më tha Saranda s'ka surpriza? S'kam vri? Ideja ishte që mos t'jesh i përgatitur emocionalisht që do kej surpriza. Kuptoj shumë mirë. Faleminderit. Froni, në çka të duket që ka marrë prej teje dhe në çka të duket që ka marrë më shumë prej Sarandës? Edhe pse është i vogël mosh, po ai flet aq shumë sa që besoj keni nisur ato dallimet e para t'i bëni. Fizikisht është një mix interesant, do thoja. Po kështu në karakter, në shenjat e para që ka nisë t'ja? Prej të dyve ka marrë. Në pamja është nga Saranda, së nona vetë, edhe doja e vetë, është njëjtë, kështu. Po në karakter është, për me ka gërshetim, prej meje, prej Sarandës. Ndoshta më shumë prej meje. Okej. Dhe ato kishit dashur që ndoshta në të ardhmen të bëhet një aktor Froni, ose ka ende kohë? Do e kishe ushqyt, themi, duke njoftë mirë këtë botë të aktrimit, që ndoshta të ndjekë dhe ai këtë rrugë, ose jeni nga ta prindrit që dëshironi ta ushqeni pasionin e tij? Më shumë se sa të ketë një farë imponimit lezetshëm që din ta bëjnë prindrit e fëmijët. E kuptoj. Domethënë, mosha kritike, kur ti fëmia duhet me vendos për drejtimin që ka me përcjell tani jetën, është moshë kritike, dhe si e tillë duhet me para përgatit prindi deri në momentin ku duhet me i dorëzu dokumentet me vendos. Kështu që është pak lëshim edhe nga ana e prindërve që nuk merren fort me dikush që nuk i bën presion, e lën kështu, po nëse e le fëmin, nëse është moshë kritike, nëse e le fëmin, si më thonë, vendos vetë, e kur e shet që nuk është sigurt, është mirë me ju imponu pak. A nëse e kupton, për shembull unë e kam kuptuar moti, që s'kam pas dilema. Kështu që edhe për Fronin nuk e di, e kisha pa, për shkak që kam synin kritik, nëse është për pjesë të artit, e kisha orientu pak a shumë, po të shohim deri atëherë, nuk e di, ndryshën rrethonat. Nuk i di. Profesionet të reja janë të arë në pa, kështu që... Edhe kohët si po ndryshojnë me këtë intensitet kaq të shpejt, nuk e dim për 10 vite se çfarë do na pres dhe çfarë zgjedhje do bëjmë fëmijët tanë, por kryesori uroj që të kenë shëndetin e plotë dhe të na bëjnë krenar. Besoj kjo është ajo shpërblimi i vetëm që duam ne si prindër dhe krejt sakrificat që i bëjmë për ata. Okej. Kthehemi prapë te profesioni, po do kemi kohë sigurisht pastaj të kthehemi prapë te familja. Shkëlqim, të kujtohet momenti i parë kur je ngjitur në skenë, të kujtohen emocionet e para të shfaqjes së parë. Besoj se janë emocione që nuk harrohen, ë? Po. Kjo para përgatitet. Në fakultet e kemi një aktëshet, kemi zhëndret, si që Ceko dhe profesorish antik, Molière, Shakespeare. Janë zhëndret e domosdoshëm që duhesh të i punosh në akademi. Edhe si e tillë, jemi gjitë në skenën e teatrit Oda, për shembull, në fillim, edhe me publik. Edhe prej atëherë fillon një ndryshim në
edhe si njeri, po edhe në profesion si aktor, edhe vazhdimisht njek pas, po është emocioni i njëjtë, si në parën herë, si tash këtë ditë që kemi, është i njëjta, se edhe nëse nuk e ke atë emocion, atëherë diçka është problem me ty. është shumë normale me pas emocion, është shumë normale me tu tha shtyma. Edhe pos tjera është dush me komplet barën e shfaqës, nëse e ke mbi vete, dush me mbajt për 1 orë, 2 orë, 3 orë sa zgjatë shfaqja, kështu që nuk është as pak lehtë. Por si do që tjetë, me punë tjera nuk po merrem, për vete jo. Është investim jetësor, të cilin e ke edhe po e kuptoj edhe për brezat e ri gjithmonë tham, edhe u jap këshill, nëse mendoni me umani me një profesion, mos e mendoni me njëherë parën, mos e mendoni me njëherë pagesën. Nuk vjen, ajo nuk bëhet ajo punë. Nuk bëhet, kam u bë 3 muaj, 1 vjet, po masanej nuk i ki më parët, edhe nuk je i zhvilluar në profesion. Duhet më punu shumë për me ardha të pak pare. Po edhe nëse nuk vinë punë e madhe, shëndet, edhe ideja është punën me po mirë. Kjo, krejt që ka du me thonë është punën me... Dhe me bo atë që ti e donë. Po pra, po. Këto ekskluzive, Po. E këtu dua të ndalem unë, po ndalemi te shfaqja e fundit, sepse ti e thej që gjatë përgatitjes së roleve ne jetojmë me këto role, dhe ky është një rol të cilin ti ka kohë që je duke e punuar me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, sepse besoj që do t'i shtohet si një aset i rëndësishëm portofolit tënd profesional. Po flasim për shfaqjen e fundit, të cilën premierën e së cilës do kemi rastin, nëse nuk gaboj, me datë 20, apo? Po. Ta shohim në teatrin shqiptar të Shkupit, Kontant Shkupit, pas nesër. Domethënë vetëm pak ditë na ndajnë. Është një rol i veçantë ky. Unë nuk dua të shtoj shumë detaje, sepse dua që këto të na i thuash ti. Sigurisht është një vepër e vjetër, nëse nuk gaboj ja tani fletat, po i kërkoj, e vitit 1959, por është mjaft aktual për shkak të përmbajtjes së veçantë që ka. Bëhet fjalë për shfaqjen Rinoceronti, na fol pak më shumë, shkëlqem çfarë na pret në premierën e kësaj shfaqje, ku ti ke dhe rolin kryesor, apo jo? Po. Atëherë jam transferu tash në mars në teatrin e Shkupit, sepse nuk rri rehat unë. Kërkoj përvoja. Ka qenë dëshira jute që të transferohesh në teatrin kombëtar Shkupit? Si ndodhi ky transfer? Ka ndodhur për shkak që kemi vendosur me jetu në Shkup para 3 viteve, edhe pa është arsyeshme me udhtim në Kumanov, nuk projektin e fundit që e luajta me shok në Kumanov, e kum pas si të fundit në aspektin institucional, po asnjëherë nuk shkëput, sepse kam kaluar një pjesë të konsiderueshme tjetës me ata kolege dhe jemi miqë vërtet me ta. Po kur erdha në Shkup e pa është arsyeshme që në mundësinë e parë ndoshta me u transferu. Edhe kështu ndodhi, Ismeti më bani ftesë, si drejtori Ismet Ramadani, edhe Dhe direkt me një vepër shumë të madhe. Direkt me një vepër, tash këtu, po, se hina pak... Themi të fotografitë që i kemi që janë ekskluzive, në fakt e përmendje dhe shkëlqime që janë të papublikuara, do i shohim... Komon leje për i teatri, kështë që ato tjera. Ti shohim fotografitë ndoshta dhe sigurisht ta komentojmë pak edhe rolin tënd, impenjimin që ti dhe gjithë këtë angazhim dhe kohë që ja ke dedikuar këtij roli. Çfarë e bën të veçantë shkëlqim këtë rol dhe si ti ke arritur që ta adaptosh në verzionin tënd dhe ta japësh besoj maksimumin në skenë ditët në vazhdim. Do me thënë, është një ndër rolet më komplekse të teatrit absurd. Beranger, ngjarja ndodh në një provincë të Parisit, afër kryeqytetit Parisit, në 59-ën, ku gjithë shoqëria fillojnë me u shndërru në rinoceront. Dhe ideja e autorit është morali tek njerëzit, për mos me u bashku turmës. Nëse ndodh diçka për të mirë, por ka qëllim të keq, gjithë bashkohen, bëhen grumbull. Tama një realitet që po e prekim sot, do thoja, përse është adaptu edhe në kohën që ne po jetojmë. Janë partit politike, janë shoqëri, a e kupton? Tama realiteti ynë. Realiteti ynë, tash diçka e bën më të veçantë UNESCO-n, është i vështirë, është teatri i absurdit, shpesh herë teksti është pa logjik. Nuk kuptohet çka është situata, mirë po, për shembull, te ne në kohën e komunizmit, dramaturgjia shqiptare ka ngecë për shkak të cenzurave. Edhe autorët tanë janë detyruar të punojnë me simbolizëm, me simbolika në përveprat e tyre. Për dallim prej tyre, UNESCO ka zgjedh absurdin. Përmes absurdit me i kritiku shtresat ndryshme të shoqërisë, politike etj. Unë mendoj që është tekst i mjaft i qëlluar nga
nga produksioni i Ne Teatrit përshojmë edhe Shkupit. fotografitë janë shumë të veçanta dhe duket që na pret diçka e veçantë, një shfaqje shumë e veçantë. Ende nuk kemi fotografi të pamjes së shfaqjes, pasi jemi në punë Këto janë thjesht paralajmërim. Këto janë po ashtu, edhe regjisori Vasil Vasiljev është bullgar, drejtor aktual i teatrit Ivan Vazov, në teatr me renove europiane, edhe është kënaqësi me nda një bashkëpunim me të, sepse ai ka me produksionin e tij, me koreograf, me light designer, kostumograf, koreograf, gjitha këta. Edhe jam të kalu jashtëzakonisht mirë edhe me ekipin, edhe me kolegët e mi, dhe jam të mprit Edhe mezi të morëm ne që ta bëjmë këtë intervistë, sepse e di që ke vazhdimisht 2-3 herë në ditë keni prova, apo jo? Po. I ka pak, kështu që po. Shpresoj që premiera të jepet ashtu si që kemi punu dhe ja kemi bo mundin. Përveç kënaqësisë që do t'jap ky rol Shkëlqim, e ke pa dhe si përgjegjësi mbi supet e tua? Absolutisht. Sepse sa po ke bërë transfer direkt kalon me një vepër shumë të madhe dhe besoj edhe pritshmëritë e vet publikut, po edhe regjisorit me cilin je duke punuar, edhe kolegëve të tu, të komunitetit artistik kanë pritshmëri të larta nga kjo shfaqje. Besoj është përgjegjësi, ë? Absolutisht, është përgjegjësi sepse nuk është vetëm përgjegjësi artistike në aspektin që ti si aktor a ke me mund për gjatë 2 orëve me mbajtë mbi supe gjatë gjithë kohës rolin. Përvojat e mia në përshfaqje janë të ndryshme edhe janë të shfrytzu ato përvoja me një produksion të tillë që teatri shqiptar ka kushtet e jashtëzakonshme për punë. Dhe unë tash po e shoh se sa lehtë është me punu në teatrin e Shkupit, për shkak se në për teatrat tjera të qytetit nxemje nuk ka. Do të thonë nuk është fair. Nuk është fair, është gjë elementare që duhet sigurohet, por sido që tjetër. Dini na vjen shumë mirë që teatri tani ka mri në këtë stad, që ua mundson aktorëve të ndjehen tamam aktorë dhe sigurisht shfaqjet realizon ashtu siç duhet realizuar. Ashtu siç duhet jetë. Kështu që po e shfrytëzoj bagazhin tim artistik për rolin e Beranxhes, i cili është mjaft kompleks dhe mjaft i cilësohet një ndër rolet më të vështira të këtij lloji teatri. Ka qenë lodhje për ty, Shkëlqim, adaptimi i këtij roli? Jo, sepse i kam metodat e mia kur punoj për rolin, edhe ajo më kënaq. Kam pas rast me një psikiatre gjermane. Okej. Kemi edhe familje kështu me martesë në ana e dajës. Ajo më sheh dhe më thotë, ai ke kërku falje personazheve të cilët i ke lujt? Thash, jo, edhe mu duk pak e çuditshme. Pasi je pak i lodhur nga merre secilin personazh me fotografi dhe kërkoj falje. Metodë psikologëve të cilët e trajtojnë këtë punë. Që të shkëputesh emocionalisht nga rolet, Po, ndoshta? sepse është problem. Për shembull Daniel Day-Lewis, pas çdo filmi trajtohet në psikolog. Është kur e ndjen. Edhe ndonjëherë dhe filmi zgjat 1 vjet, 2 vjet, edhe më mishrohesh me ata dhe ki shumë problem me dal. Unë kam pas rast me luajt një rol të me paralizë cerebrale në teatr. Edhe më ka dash dikun 7-8 muaj me marrë vetën për shkak të dramës psikologjike që e ka bërë personazhi. Edhe kur është puna te Beranxhe është një personazh antihero, është shumë i thjeshtë, punon zyre 8 orë, kthehet në shtëpi, ka kpucat e palame, pa kravatë. A e kupton, domethënë është një tip i thjeshtë që ti nuk e pret si lexues, si publik, e nuk e pret që vetëm ky nuk ka me u bo si turma, nuk ka me u bashkangjitur turma, e kupton, për shkak të moralit që e ka. Edhe i lut të tjerët mos shkatërrohet njerëzimi. E kupton, kështu që një thirrje që duhet besoj t'ja bëj vetë publiku që do ta shoh këtë shfaqje, duke më përfshi edhe mu, besoj një thirrje që duhet t'ja bëjmë dhe tani secili nga vetja. Nga vetja, po. Kur jemi te miqtë e tu, një person shumë i dashur për ty ka vendosur që të t'i thot disa fjalë. Dhe me këtë e mbyllim me surprizat se të prum sot. Hajde ta shohim se çfarë do të thot një person shumë i dashur për ty. Shkëlqim. Rrim edhe një herë për rolin tek filmi Parku i Dorës. Sukses edhe me shfaqjen e Rinoceronti. Pasi të kalot pak, po t'ja del ashtu siç e ke dalë gjithmonë. Dhe dim që Ionesco nuk është i lehtë as për aktorin. Kërkon një angazhim shtesë dhe këtë e dim nga provoja jone përbashkët që kemi pas me shfaqjen Mësimi. Shfaqje të cilën e kemi vendosur vitet më parë në Teatrin e Kumanovës. Bashkëpunimi jonë ka fillu saktësisht tash e 17 vite më parë me filmin ton Shkurt Shalli dhe ka vazhdu ndër vite me shumë projekte filmike dhe shfaqje teatrit.
Dhe unë me këtë rast, thjesht do ashta me të falemnderu që gjithmonë ke qenë një bashkëpunëtor jashtëzakonshëm, një aktor i përkushtuar deri në qelisën e fundit. Dhe kjo ka bo që bashkëpunimet tona të zgjasin ndër vite. Faleminderit gjithashtu që ke qenë një mik i afërt, edhe nuk je kursy as pak që këtë miqësi dhe këtë bashkëpunim me e zhvillu dhe me ndërtu ndër vite. Uroj që shpejt të shihemi në ndonjë skenë teatri apo set filmi, me të njëjtën energji dhe të njëjtën përkushtim. Ilirian Himaj, një regjisor, po edhe miku yti. Miku im, shumë surprizë mirë, faleminderit shumë Tora. Tamam ta bëja pyetjen që ta bëra unë, atë ka lodh ky rol, domethënë pas ka ndjedh ai që është një rol jo i lehtë për të realizuar, kështu që pyetja ime pas ka qenë kot, se më mundo kot pasi ta parashtrova. Po tani kur e dëgjova nga një profesionist, okay, me vend çek. Domethënë ide kur thati çka të ka ofruar Prishtina, çka më ka ofruar këtë çështni, këtë lloj njerëzve që e kuptojnë artin në nivelin e njëjtë për mos me lëshu për tokë. Që është shumë më shumë se paraja, se e the shumë me vend atë, që nuk duhet vetëm të vrapojmë pas parast kur zgjedhin profesionin tonë. Që ajo që të ka ofru Prishtina ty nuk e blen me krejt parat e botës. Para përgatit, po edhe Maqedonia nuk ka mungut kur zho, veç duhet me kuptu një gjë. Nuk bëhen punë, veç me marrë një parë dhe mos me bë projektin. Po e tham haptas, se jam shumë i ndinju me plot artist në vend, plot. Disa që bojnë punën shkele shko. Normal që nuk kemi me arrit sukses. Janë të mirë, kanë kapacitet, veç duhet punë. Edhe këtë pesimizëm e shpërndajnë, jo vetëm komuniteti artistik, por gjithandej në çdo profesion, sidomos profesionet tona që kërkojnë kreativitet, produktivitet, më duket se e kanë lëshuar një farë virusi që nuk po e largojmë dot, kështu që neve këtu na duhet një goditje. Dhe një gjë duhet me kuptu, prej artit nuk ka pare. Më kujtu një bilet ashtetës Muharremi në teatrin Dodona gjatë studimeve, ishte a i tha, kur s'kom hy me pa shfaqen teatr? Pse me Muharrem, po ti që 30 vjetë, jo, se arti fika e shpisë është. Bile dhe gjarin thike nuk e lo me mua punë këtu më Edhe ato artist. pare që i keti shduka. Po tek e fundit du me kuptu këtë sen. Du me thonë, arti nuk cjell pare, cjell knesi, për kushteme, etjerë. Ta është normal, na jetojmë prej arti, po me bo pare, me bo pasuni, arreje. Nuk është... Po besoj satisfaksioni që e merr ti pas çdo roli nuk të shpërblehet edhe kush e di sa para ndoshta të ofrohen pas atij satisfaksioni kaq të madh. Shkëlqem ti gjithashtu je shpërbly edhe në shumë festivale të teatrove me çmime të rëndësishme, duke përfshirë këtu edhe çmimin aktori më i mirë. Çfarë do të thonë këto vlerësime dhe mirënjohje për ty? Shumë shkurt sepse kemi arritur fare në fund. Aq shpejt kaloi intervista. Çmimi gjithmonë është diçka që të shtyn me punu shumë e ma shumë. Shpesher edhe nuk ndohen drejt në për festivale, bëhen në farë matematike, geografike, ashtu, po ka qëllu kësa e here këto çmime. Si gjithmonë, jo vetëm në festivalet e teatrove. Je gjithmonë çmimi të ngrit, sepse duhet me punu shumë e ma shumë. Në atë moment që te kupton që e ke gabu dikon, dush me përmirësu në të ardhmen, por si do që tjetë, për se cilin autor është kënaqësi me pas në sirtar një çmim. Një çmim, po. Shkëlqimi ishte shumë kënaqësi. Unë besoj që në këtë minutazh ne e kishim, i prekëm në pika të shkurtra gjitha ato që deshëm që ti diskutojmë bashkë në këtë epizod. Do thoja special tëndin, sepse siç e potencuam në fillim, ti nuk je nga ata që i shohim shpesh në ekrane dhe në intervista ku nuk flitet vetëm për projektet e tua. Kështu që kjo ishte nga paraqitjet e tua të ralla. Faleminderit që na e dhej këtë mundësi dhe të dëshirojmë shumë suksese dhe mezi po e presim shfaqjen për të cilën ti ke dhënë, besoj shumë mund dhe djerës. Dhe jam e sigurt që do të shpërblehet. Ishte shumë Faleminderit Tora, edhe faleminderit për këto surpriza që me shumë kënaqësi. Nuk i kam përjetuar më herët në këtë mënyrë. Faleminderit shumë. E falenderoj bashkëshorten tënde për ndihmën, për hintet që më ka dhënë për këtë surprizë. Ka para përgatitur tha që s'ka surpriza, po thashë, okay. Faleminderit shumë.